Të dashur miq të Ora 24.tv dhe Biznes.mk. Ashtu siç edhe ju kemi paralajmëruar, sot t'ju informojmë se ku mund të gjeni materialet më të mira për ndërtim dhe izolim të shtëpive ose ambienteve ku banoni, por edhe si duhet të ndërtoni dhe në çka duhet të fokusoheni në investim për të pasur një ndërtim i cili është edhe profesional, edhe luksos, por edhe efikas dhe i shëndetshëm. Për këtë do të flasim me zotri Gafur Sulejmani. Përshëndetje zotri Gafur, si jeni? Mirë se erdhët në ambientet e kompanisë tonë. Super kompani tashmë është shtrirë shumë mirë në tregun vendor, sidomos në kryeqytet, por jo vetëm aty. Prej kur është themeluar Super kompani? Po kompania jonë daton prej vitit 2012 dhe tash ne që po flasim ajo po jetson vitin e 13 si një storje e suksesi. Fal një angazhimi të mirëfillt të përpikt në një menaxhmenti të dobishëm dhe fal Zotit, ne vazhdojmë të etablojmë një bazament të shëndosh për të pasur edhe suksese në të ardhmen. Si lindi ideja për të hapur pikërisht këtë lloj të biznesit, kur e dim se zotri Gafuri më herët ka qenë ose në fakt ka punuar në arsim ose profesor, ta themi kështu më qartë. Pas përfundimit të studimeve universitare, unë kam ushtruar detyrën e profesorit, që ne kam ushtruar 12 vite, dhe pas studimeve post-universitare, master, filloj të krijohet ideja që ta sfidoj veten ndonjë lëmi tjetër përveç në procesin e arsimimit dhe procesit edukativ arsimor, dhe ishin opsion dy mundësi për të bërë përzgjedhje. Të inkuadrohemi në sektorin e produkteve ushqimore apo të inkuadrohemi në sektorin e ndërtimtarisë. Pasi bëm një analizë detajore të sektorit produkteve ushqimore, aty në atë kohë pam që ishte mbuluar nga kompanitë vendase dhe nga kompanitë e huaja. Prandaj me një analizë tjetër të sektorit të ndërtimtarisë, aty pam që ndërtimtaria tek ne është në ekspansion e sipër dhe ne pam përzgjedhjen që të merrim me sektorin ndërtimtarisë, por zgjedhja që është e mirëfillt dhe nuk e kemi gabuar për arsye se deri tash po korrojmë me suksese të mira ndër vit dhe vazhdojmë të zhvillohemi edhe më tej. Do të thotë një analizë e mirë, një matematikë e mirë para se të fillohet puna dhe biznesi. A ja ka vlerëtur? Sigurisht që ja ka vlerëtur. Ne ekonomistët për nga natyra jemi shpirt sfidues dhe për të jemi dhe të ushtruar dhe të arsimuar, dhe besoj se ja ka vlerë se ka shumë dobi të mirëfillta të gjithanshme, si për kompaninë, si për ambientin, si për të punësuar dhe si për klientellën, por në përgjithësi edhe për tregun e qytetit tonë, por edhe për ekonominë e vendit në përgjithësi. Unë vetëm si fillim do ta ceki se këtu jemi në njëra nga depat kryesore të Super kompani, mirë po tani do dua të flasim pak për disa detaje që të gjithëve na intereson, sepse qytetarët i kemi informuar edhe përmes promos tonë edhe në hyrje. Cilat janë konkretisht veprimtaritë e Super kompani, pasi që ne i shohim pak në pamjet tona, mirë po qytetarët dhe ndërmarrësit tjerë, supermarrësit tjerë duhet t'i di. Mundohem të jem më koncis për ta paraqitur funksionalitetin e ndërmarrjes tonë. Nëse i ndajmë në digastere, mund të themi se kompania jonë ushtron 4 sektor, 4 veprimtari që të cilat në mënyrë direkte dhe indirekte janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. E para është se Super kompani me 3 depot e saj që ka në nivel të qytetit të Shkupit ushtron tregtin me pakic. Pastaj kemi sektorin tjetër që kemi shitje me shumic në nivel republikan dhe kemi sektorin e tretë ku bëjmë realizimin dhe implementimin e punëve zanatore, dhe është sektori i 4 apo digasteri i 4 ku paraqitemi edhe si investitor të ndërtimit të vrasht deri në përpilimin dhe rregullimin e objekteve me çelës në dorë apo shitjen e banesave adekuate. Për gjitha të flasim pak më detajisht. Jemi në depon kryesore siç e ceka pak më herët, dhe a mund të fillojmë të prezantojmë cilat janë produktet ose veprimtaria bazë me cilën ju tashmë veproni më shumë në treg. Mund t'i prezantojmë duke hedhur. Sigurisht, fillimisht mund të themi se për momentin gjendemi në depon e kompanisë tonë Gjorçe, e cila depo përbëhet prej 3000 m2 si parcel toksore, kurse ka edhe objektin e saj prej 600 m2 e ndarë në 3 pjesë, prej 400 m2 ku i mbajmë materialet e lëngshme të cilat do t'i shohim tani, dhe kemi pjesën tjetër për 200 m2 në dy kate, ku në katën e parë kemi shitorën që shet veglat për implementimin e materialeve izoluese, kurse në katën tjetër kemi administratën, zyrën ku ne ushtrojmë dhe bashkërëndimin
nismi aktivitetet tona në ndërmarrje. Mund t'i prezantojmë produktet kryesore, sigurisht. qoftë si distributori tyre cilave jeni, por edhe atyre që i jepni edhe me shumicë edhe me paketë. Para se t'i prezantojmë produktet, unë do kisha thënë se kjo pikë shitës e këtu mbulon territorin e Gjorsës me rrethin, mbulon po ashtu edhe territorin e komunës Karposhit me rrethin dhe mbulon pjesën e komunës Sarajt me fshatrat për rreth. Është implementuar dhe është realizuar në vitin 2021 me vetëm qëllim që ne të jemi më afër klientellës, më afër konsumatorit dhe të kemi shërbime ekspeditive dhe efektive ku do të jenë të kënaqur konsumatorët tonë. Tash po futemi në njëran prej depove të brendshme, domethënë. Pa diskutim. Këtu kemi materialet e lëngshme, parasi se këto kërkojnë komoditet dhe ambient klimatik të cilat gjatë dimrit duhet të jenë në temperatura më të ngrohta, kurse gjatë verës do të jenë më të freskëta, parasi se mund të edhe të dëmtohen. Dhe këtu i kemi të ekspozuara, të rënditura llaçet materiale ose ju themi ne abripët në kanta. Kemi edhe lloje të ndryshme të bojrave apo të ngjyrave, edhe të ngjyra të jashtme dhe të brendshme. Dhe njëkohësisht kemi edhe suvatime të ndryshme të cilat i mbajmë këtu në ambient të freskët. Cilët cilës prodhues i përdorni më shumë kompaninë tuaj dhe normal sa janë ato të njohura edhe në treg si më cilësorët ose më të mirët? Shqyen, domethënë nga analiza e tregut, se ne imponohemi pak edhe nga faktorët e jashtëm, ne bashkëpunojmë me furnizues cilët janë me eminencë në treg dhe mund t'i përmend me disa të cilët janë edhe të brendshëm edhe të jashtëm. Në këtë rast jemi importues apo distributor ekskluziv të Trakonit, i cili është prodhohet në Greqi nga një kompani suedeze. Kemi pastaj firmën tjetër të cilën sa vite po e shpërndajmë në treg, është fabrika e Pofixit me gjitha materialet dhe ka një gamë të gjerë të materialeve. Kemi Knaufin si furnizues të tretë, gjithashtu kemi edhe Maxima dhe Bekamentit, gjithë këto që po i përmendi janë ndërmarrje me kapacitet të lartë, bashkëpunojmë tradicionalisht me to dhe janë në mbështetësit tanë të cilët po na shtin drejt suksesit të ta. Kur i përmendet 4-5 kompanitë më serioze me të cilat bashkëpunojnë, nëse nuk gaboj Trakoni, Pofixi, Knaufi edhe kështu me radh. Do të thotë që këto janë kompanitë të cilat janë më eminente, por edhe në cilësi dhe cilën konkretisht prej këtyre e keni si ekskluzivitet që nuk mund ta gjejnë dikun tjetër të gjitha ato që merren me këtë biznes? Pa diskutim, këto ndërmarrje prodhuese janë të përgatitura në gjitha dimenzionet, si në dimenzionin e cilësisë, në ofrimin e çmimeve të volitshme, në shpërndarjen dhe sjelljen e materialit në mënyrë efikase, dhe atë që e kemi ne si ekskluzivitet, cilën mund ta gjenë te ne, është Trakoni, të cilin e kemi si ekskluzivitet për nivelin e qytetit Shkupit, po edhe për në nivel republikan. Kur i përmendet gjithë këto kompani gjigande me cilat ju bashkëpunoni dhe jeni edhe distributori tyre, por edhe shpërndarës, sa lloj produktesh ose çfarë konkretisht përmbajnë këto prodhues, të paktën i themi ato produkte kryesore të cilat ato i ofrojnë në treg? Kur jemi të produktet, ne si kompani kemi rreth 1000 produkte të ndryshme të cilat i ofrojmë për shitje në treg dhe implementojmë në për objektet e caktuara. Kurse kur jemi të furnitorët, ato na furnizojnë me materiale termoizoluese për përdorimin e jashtëm dhe izolimin e jashtëm të objekteve dhe materiale termoizoluese për përdorimin e brendshëm të murnave, tavane, çative dhe dyshemeve për brend. Gjithashtu, furnitorët tonë ofrojnë edhe materiale të thata ku mund të implementohen edhe murna me pllaka gipsi dhe me profila metalik, të cilët ofrojnë një komoditet dhe një ajër më të pastër, një ambient eko në objektet tonë. Le të kalojmë pak, le të flasim për detajet tjera dhe të shohim, të ashtojmë edhe pjesën tjetër të depos kryesore. Para se të vazhdojmë në pjesën tjetër, këtu janë makinat me cilat bëhet pigmentimi i ngjyrave dhe pigmentimi i llaçeve dekorative, të cilat implementohen në objektet brenda dhe jashtë, ku klientella dhe konsumatorët mund që të bëjnë përzgjedhjen e pigmenteve të ndryshme, ngjyra të ndryshme dhe siç e shihni, janë makina të ndryshme nga furnitorë të ndryshëm dhe nga prodhues të ndryshëm, ku
edhe ofrohen dhe servisohen. Çdo furnitor e ka makinën e vet ose makinat janë më Çdo furnitor e ka makinën e vet, çdo furnitor ka katalogin e vet dhe çdo furnitor ofron përgjegjësinë dhe garancionin për materialin e vet. Cili është garancioni më i madh që jep një prodhues i këtyre prodhimeve të ndërtimit ose izolimit? Garancioni më i madh shkon deri në 10 vite, po ndonjëherë edhe një 15 vite. Është shumë e rëndësishme që materialet të jenë të certifikuara, të plotësojnë standardet ISO dhe standardet ETO, të cilat janë edhe standarde dhe kriteriume evropiane për të deklaruar dhe për të ofruar kvalitet të lartë të materialeve termoizoluese. Jemi në pjesën në zemrën, ta themi kështu, të depos, në oborrin më të madh që e cekët edhe ju. Këtu kemi stiropol, ose si më konkretisht mund t'i prezantojmë që ta dinë. Më herët shpjegova përbërjen apo funksionimin struktural dhe funksional të depos tonë Gjorgje. Thamë që brenda janë materialet e lëngshme, kurse jashtë janë të ekspozuara materialet të cilat nuk mund të ndikohen nga kushtet klimatike dhe janë rezistuese. Në rastin konkret kemi EPS-n apo pllakat e izolimit. Në këtë pjesë kemi profilat të cilat shkojnë bashkë me pllakat e gipsit që i kemi në atë pjesë andej dhe bashkë me aksesuare tjera të cilat shfrytëzohen për mbulimin e murnave, për krijimin dhe lëshimin e plafoneve, por edhe ndërtimin e murnave konstruoror. Në pjesën tjetër këndej kemi edhe tullat si Porex, që mund të përmendmi se ato kanë një avantazh për tullave tjera zakonta për arsye se ato e mbajnë edhe objektin më të lehtë, po i kanë edhe gjitha efektet termoizoluese, sigurisht që kanë edhe pllakat termoizoluese. Do të thotë, ato mbajnë më të freskët ambientin, më të ngrohtë gjatë temperaturave të ulta, mbajnë një ambient të shëndetshëm dhe gjithashtu bëjnë edhe kursimin e energjisë elektrike. Ajo që e shohim para se shkojmë te produktet tjera, domethënë një depo e strukturuar mirë dhe e ndërtuar me të gjitha thojmë standardet që do të mbajnë në formën më të mirë të gjitha produktet që mos fakt ato mos të ndikohen nga ndryshimet klimatike, edhe nga rreshtet, edhe nga temperaturat, dhe që është e mirë se domethënë kur vjen klienti e blen produktin e ka të garantuar se është i ruajtur në të gjitha standardet. Këtë e vërej dhe këtu e kemi një hapësirë tjetër, që po ashtu është me stre me produkte të mbuluar. Në këtë pjesë janë të renditura të gjitha llojet e lepaqeve për realizimin e punëve izoluese, kurse gjithashtu kemi edhe lepaqe të cilat janë të nevojshme për sistemin e hidroizolimit. Sistemi i hidroizolimit nënkupton izolimin e banjove dhe gjitha vendeve të cilat janë të ekspozuara nga lagështia dhe janë gjysmë të mbuluara për arsye se nuk kanë nevojë. Ashtu dhe janë të mbështjellë, nuk ka nevojë që të jenë të mbuluara komplet sikur materialet e lëngshme. Do të thotë çdo material ka vendin e vet dhe pozitën e vet që të mund të jetë i përshtatshëm dhe të mos dëmtohet ose mos ta humb efikasitetin e tij më pas kur të aplikohet nëpër objekte. Sigurisht, për arsye se pikësinimi im është që t'i shërbejmë konsumatorët në mënyrë efikase, efektive dhe të jenë materiale në afat të caktuara dhe materiale të mbrojtura mirë. Misioni im është gjithmonë të kalon në procesin e fitimit, për shkak se ne këtë profesion e punojmë me pasion dhe kur puna bëhet pasion dhe familiarizohet, atëherë pa diskutim se gjitha gjërat shkojnë të bashkënditur. Nëse mbaj mend diku te 13 vite, gjithë ky sukses besoj që dëshmon vepra ato që ju e flisni. Tash do të hyjmë në pjesën tjetër, ju i cekët në fillim të bisedës tonë që keni edhe veglat për aplikimin e gjithë këtyre materialeve, ose do ta themi në fjalën popullore të veglave për cilat punohet, duhet të shtrohet ngjyra, të aplikohet izolimi, fasadat edhe kështu me radhë. Të hyjmë brenda në depo dhe t'i japim një sy edhe asaj, por më intereson ta shohim edhe tërsinë e brendshme të objektit ku kujdeseni me administratën, por me shitësit dhe me gjithë të punonësit e tjerë. Prej në fillim vërehet që kemi një ambient brendshëm i cili është mirë i kondicionuar. Çfarë konkretisht ka në këtë pjesë të depos?
Këtu është pjesa e shitores, ku është edhe pika shitës edhe ku qëndrojnë në kuadri i ndërmarrjes sonë. Dhe këtu janë veglat të cilat shfrytëzohen për realizimin e puneve termoizoluese si brenda ashtu dhe jashtë. Edhe këtu i kemi të ekspozuara firmat të cilat janë më të kërkuara në treg, të cilat ofrojnë materiale me kualitet të lartë dhe me një jetëgjatësi afatgjatë. Do thotë, çdo person ose çdo kompani që merret me ndërtim, me hidroizolim, me fasada dhe kështu me radhë, nëse vjen këtu t'i blej me shumicë ose pakisë gjithë ato materiale që i duhen për punë, i kanë edhe vegla që të mos mund të ketë nevojë të shëtiten nëpër shtrohet më të vogla. E gjithë kjo pjesë është rreth tikundi rreth 400 m2. Po. Kurse pjesa shitore është 200 m2. 400 m2 është pjesa ku qëndrojnë materialet e langshme. Është për të cekur se ato me të cilët bashkëpunojmë, si me shumicë, po edhe me pakisë, zakonisht me ato me pakisë dhe zakonisht me ekipe implementuese të punës termoizoluese, kur ato marrin volum pak më të madh të materialeve, ne zakonisht i servisojmë me vegla të cilat ju japim gratis për t'i motivuar dhe për t'i mbështetur në atë që na japin mbështetje tonë si kompani. 200 katrorë të tjerë, çfarë na ofrojnë lart? Pjesa lartë është administrata e ndërmarrjes sonë, ku janë zyre të veçanta të cilat plotësojnë kushtet e nevojshme për t'i realizuar politikat tona tregtare. Tash do t'i tregojmë edhe me radhë se si është rëndiqja e tyre, kush dhe çfarë funksioni ka, të cilët mundsojnë dhënien e djersës tonë, krijimin e planeve të ndryshme, planifikim, menaxhim dhe mbajtjen e mbledhjeve të rregullta në suazat të kompanisë sonë. Nuk ka ndodhur shumë që të vizitoj kompani të kësaj natyre, mirë po shoh se gjithçka ndodhet në vendin e vet. Këto janë zyra që shfrytëzohen nga administrata juaj ose edhe? Është nga administrata jonë, por siç tham se Trakoni jemi distributor ekskluziv të tyre. Kemi edhe zyrën e Trakonit, i cili është me personel të caktuar që mban përgjegjësi dhe evidencë dhe udhëheqje në nivel republikan. Është pjesa tjetër e zyrës ku këtu qëndron agenti tregtar apo ndryshe i thënë komercialisti, që bashkërendit aktivitetet në nivel të shtetit për shitjen me shumicë. Këtu kemi zyrën ku mbajmë mbledhjet e rregullta të ndërmarrjes sonë, por edhe ndonjë preskonferencë. Këtu kemi sektorin e financave ku mban evidencën e ndërmarrjes tonë dhe këtu kemi zyrën e personit i cili tani po e interveston. Personi që po flasim. Do thotë ky është vetëm njëri prej 3 objekteve që ju e keni dhe që keni arritur t'i ndërtoni me një shpejtësi, me një dinamik të, mu të them pak më të shpejtë se ndoshta kompanitë normale, dhe ne nuk do flasim shumë për çështje administrative. Mendoj se ja vlen tash të vazhdojmë rrugën, shkojmë të vizitojmë të paktën shkurtimisht edhe depo tjera, sepse me siguri edhe atje ka edhe administratë edhe ambiente të njëjta për gjithë punësuarit. Paka shumë edhe depo tjera janë të strukturuara në këtë formë të tillë, për shkak se ne jemi dirigjuar në bazë aktivitetit dhe veprimtarisë tonë. Atë që e kërkon veprimtaria jonë, ne përgatitem gjitha dimensionet, si në dimenzionin struktural, si në dimenzionin funksional, si në dimenzionin strategjik, po ashtu edhe në posedimin e mjeteve për realizimin e veprimtarisë tonë, të cilat do t'i bisedojmë edhe në depon tjetër. Atëherë, shikues nderuar, vazhdojmë në depon tjetër dhe të flasim edhe rrugës për disa detaje të tjera. Pa diskutim. Thamë se do t'i vizitojmë edhe depot tjera. Të cilat depo konkretisht shkojmë dhe cila është arsyeja që pikërisht në këto vende, në këto komuna të qytetit të Shkupit i keni vendosur depo? Tani po udhtojmë drejt depos në Puter. Ajo është themeluar dhe hapur në vitin 2015 dhe në fillim ne ishmi skeptik se atë fillojmë të zgjerojmë zinxhirin ton të pikave të shitjes, për arsye se janë në një qytet të përbashkët, mbase mund edhe të rriten shpenzimet dhe kostot mujore,
por që skepticizmi u shua me atë se kjo veprimtari është në ekspanzion, po edhe qyteti është në zgjerim dhe ne u bazuam dhe u udhëheqëm mbas nevojës konsumatorëve me vetëm qëllim që të jemi më afër tyre, që shërbimet tona ti servisojmë në mënyrë efikase dhe efektive dhe aty shënojmë gati 10 vjet ku gjithnjë kemi një linjë lineare ekspanzive dhe zhvilluese. Gjendet në një lokacion të mirëfillt, lokacion i cili mbulon pjesën e butelit me rrethin, mbulon gjithashtu edhe pjesën e çajirit me rrethinën e vet, mbulon pjesën e gazibabës dhe një pjesë të konsiderueshme të haraçinës dhe shutkës. Do të shkojmë Atëherë kjo është depoja në komunën e Butelit. Pse kam në vetur arsyet pse pikërisht këto? Çfarë kapaciteti ka vetëm kjo depo? Kjo depo është e pozicionuar në një vend mjaft të frekuentuar përballë rreth rrotullimit në Butel. Dhe siç tham, mbulon një pjesë të konsiderueshme 1/3 e qytetit dhe kjo ka një kapacitet pronës toksore prej 5000 m2, që është jashtëzakonisht e rëndësishme për të deponuar materialet tona, që është edhe një aset shumë i rëndësishëm për ndërmarrjen tonë, që të kemi material të bollshëm, siç thonë në jargonin tonë, materiali shet material. Dhe njëjtë sikur që e përmendëm edhe në Gjoçë, edhe këtu kemi magazionimin e brendshëm të mbuluar ku mbajmë materialet e lëngshme. Kemi një lloj edhe këto pjesët të gjysmë të mbuluara ku mbajmë materialet e thata, dhe jashtë kemi materialet që mund të ekspozohen dhe që janë të ndikues të faktorëve të jashtëm. Është shumë e rëndësishme se ky trikëndsh i formuar nga ana jonë është edhe komplementues me njëra tjetra. Domethënë, vetë ju krijohet një besim brenda kuadrit profesional të ndërmarrjes sonë, ndihmohen me njëra tjetrën dhe kur ndonjëherë porosia ndodh që të bëhet për pjesës tjetër, atëherë adresohet tek depoja tjetër, krejt me qëllim, sikur tham, piksinim kemi shërbimin e mirë, efikas, duhur, në kohë dhe të mirëfillt. Çfarë mund të potencojmë këtu është se ndërmarrja jonë gjithnjë investon edhe në makineri dhe teknologji të avancuar që të jemi me rrjedhat bashkëkohore, ku në vete posedon 3 maune me vinç, që mundësojnë ngarkimin dhe shkarkimin e mallit më lehtë, dhe kjo ju lehtëson edhe blerësve, po edhe personelit të punësuar në ndërmarrje. Thotë, kur e filluat gjithë këtë biznes, keni pas fokus edhe tek ndjesia e punëtorëve që të kenë kushte sa më të mira në çdo aspekt, dhe sa ka luajtur rol kjo në gjithë këto hapat të suksesit, do ta them kështu troç, në biznesin tuaj? Pa diskutim, ndërmarrja jonë funksionon bas principit meritokracisë, bas principit të vlerave. Unë gjithnjë them të punësuarit këtu kanë mundësinë e avancimit drejt profesionalizimit të tyre dhe kompenzimin e tyre ndonjëherë edhe vetë ato e caktojnë bas zhvillimit të aktiviteteve të tyre dhe dobive që ju sjellin kompanisë sonë. Gjithnjë organizohen seminare të ndryshme, aktivitete të ndryshme, qoftë brenda qytetit, qoftë jashtë, po qoftë edhe jashtë shtetit, ku shkëmbehen përvoja të ndryshme mes të punësuarve, mes furnizuesve, që ato ndikojnë drejt për drejt në ngritjen dhe avancimin e profesionalizmit të tyre në ndërmarrje. Thjesht thënë, ne funksionojmë si një familje ditë, ekziston një atmosferë impozante në funksionalitetin tonë, kryesisht përbëhet ndërmarrja nga një gjenerate re, të cilët janë me perspektivë të mirë dhe të cilët janë me të mira në të ardhmen. Do thotë, këtu kemi një objekt tjetër që është për produktet e lëngshme, siç e përmendën, ngjyrat, llaçet dhe kështu me radhë, dhe pjesa tjetër është për, siç i cekëm tek depoja tjetër, për produktet që nuk e kanë problem kushtet klimatike, dhe pjesa e administratës. Se gjithë kjo në
Dikon 5.000 metër katror. Po. Të shkojmë vetëm një vizitë shkurtër operatorion tuaj t'ja bëj depos dhe pastaj kemi edhe një depo tjetër për të vizituar. Patjetër, pastaj do të lëvizmi në depon tjetër që është në pjesën tjetër të qytetit. E më pastaj do të vazhdojmë edhe shohim objekte. Edhe në sektorin më interesant për momentin tim. Për momentin, për mendimin tim, për bindjen tim. Pa diskutim. Po zatën ju jeni të tillë që përcjellni emisionet e juaja, ju zhvilloni emisione dinamike, interaktive, prandaj u munduam edhe ne që të adaptohemi mbas kompania. Kjo është themeluar, sikur tham, në vitin 2012. Mbulon pjesën e tërësishme të Kisellavodës me rrethinën e saj, mbulon pjesën e aerodromit dhe mbulon pjesën e Karqiafës. Këtu kanë qenë ato vështirësitë më të mëdha që janë has në fillimet e saj dhe këtu jemi kalitur dhe kjo ka qenë arsyeja dhe e cila ka ndikuar në zhvillimin e superkompanisë dhe e cila ka sjellë edhe depo tjera. Këtë e lam më në fund, por lam sikur ajo qershia mbi tort dhe unë këtu kam shumë përvoja të ndryshme për arsye se tash depot janë menaxhohen nga njerëz përkatës, kurse këtu kam harxuar një kohë të konsiderueshme duke strukturuar, duke ngritur superkompaninë dhe duke e etabluar mirë në tregun ton në nivel të qytetit Shkupit, por edhe në nivel republikan. Çfarë kapaciteti ka depoja dhe ai ka të gjitha, domethënë ato produkte, por edhe shërbime që i bëjnë depot më të mëdha që ishin dy të para. Siç tham edhe më herët, domethënë gjitha depot i kanë të gjitha të etabluara gjitha nevojat e nevojshme për realizimin e veprimtarisë tonë. Vetëm se kjo depo është pak në format, një çik më të vogël se sa tjerat, por i plotson kushtet për realizimin e mirëfillt të veprimtarisë tonë. Siç e shihni edhe këtu kemi mbulojë të jashtme ku i mbajmë materialet e thata, kemi edhe pjesën tjetër ku i mbajmë materialet apo pllakat izoluese dhe gjitha produktet tjera termoizoluese. Kemi pjesën e brendshme ku mbahen materialet e lëngshme dhe ku janë të instaluara në mënyrë që të shfrytëzohet hapësira më efektive dhe më mirë. Kemi pjesën njëjtë edhe këtu tjetër që është pjesa e shitorës dhe në lart kemi zyra tjera ku klientët mund vinë dhe të bisedojnë të lirshëm rreth projekteve të tyre. Në 3 depot posedojmë zyra përkatëse, varësisht për rrjedhave dhe varësisht për nevojave të takimeve, bëjmë takimet e nevojshme për të koordinuar. Do të thotë që edhe zyrat e mia në të 3 depot ku mund të bëj takime me bashkëpunëtor, me realizues dhe me fizikisht si menaxhon të 3 zyrat kur duhet të jesh i pranishëm? Me koordinim sipër, me program të mirëfillt, me orar të caktuar, gjithsesi se menaxhohen, megjithëse jemi adaptuar, jemi bërë imun ndaj rrjedhave të ndryshme biznesore dhe mund ta them lirisht se realizimi i aktiviteteve biznesore nuk është edhe i lehtë, por me një sakrificë, me një përkushtim dhe me një koncentrim gjithçka është e arritshme. Kjo është pjesa, siç e tham, ku duhet patjetër materialet e lëngshme të mbahen, të kenë temperaturat dhe kushtet e përshtatshme edhe klimatike, sheh makineri shumë të
të re bashkëkohore për punimin e ngjyrave, besoj. Njëjtë edhe këtu kemi makineri të cilat bëhet pigmentimi i llaçeve të plastifikuar, i ngjyrave të ndryshme, qofshin ato të jashtme dhe të brendshme, dhe është e lidhur me pjesën e jashtme për një funksionalitet më të shpejtë dhe më të mirë. Do të dalim prej këndej, dua ta flas një detaj tjetër. Do të thotë gjithçka më afër qytetarit, gjithçka më afër bizneseve, të cilat varen prej produkteve dhe shërbimeve tuaja, ishte lehtë e arritshme kjo, dhe sepse tash ndoshta kjo nuk është pjesa që të pëlqen shumë që ta flasim, mirë, po janë shumë të mëdha para që duhet menaxhohen dhe të investohen. Dhe nga ana tjetër duhet kuadër përkatës. Pa diskutim, por disi është një thënie, sa do investosh që edhe do marrësh. Organizata, kompania është një organizat për shumë trupave, prej faktorëve të mbrëmshëm dhe të jashtëm, të cilët duhet të inkorporohen, duhet të modifikohen dhe të pozicionohen në vendet caktuar për të qenë organizata funksionale. Prandaj, gjitha këto që i shohim këtu të instaluara merren parasysh dhe në konsiderat gjithë faktorë, si faktor të jashtëm dhe të mbrëmshëm. Faktor të jashtëm jemi thënë që është konkurenca, furnitorët dhe konsumatorët, prandaj ne këtu i adaptojmë gjërat dhe i vendojmë në funksion në bazë të një konsultet mirëfillt interne, duke u bazuar në atë se cila do ishte opsioni më i mirë që ne të jemi shërbyesit dhe realizuesit më të mirë për konsumatorët, dhe që jemi tërheqës për ato që ato të jenë të kënaqur, po edhe ne të jemi të kënaqur. Stafi i punës, më thënë, duhen më shumë punonjës të cilët i njohin më shumë veprimet, duhen për shumë shoferë të mirë, duhen persona që menaxhojnë punën prej nëpër vendet e administratës, jashtë në terren, por duhet edhe punëtor krau ose kështu me radhë. Sa është e vështirë, sa ka qenë e vështirë që të sigurohen ato, ose sa tash është e vështirë që të mund të jesh në rrjedh me numrin e duhur të punëtorëve? Ne jemi strukturuar mirë në sferën e organizimit, duke filluar nga koka e firmës dhe pastaj u shtrihet me personel udhëheqës të dikasterëve të ndryshme. Ne jemi të vetëdijshëm se gjithçka është e vështirë në kohën e sodit, pikërisht në sektorin e fuqisë punëtore, ku jemi deficitar, po thash kur piknisja, qëllimi është i mbarë, ne si superkompani njihemi me parimet të tilla të ndershmërisë, sinqeritetit, korrektsisë, është pak më lehtë që të thithish personel të kuadër që është i përgatitur, megjithëse ne kemi ato vështirësitë tona për gjetjen e tyre, mirë po reputacioni i krijuar ndër vite e lehtëson që ne të kemi një personel të duhur i cili do të ju përballojë sfidave të veprimtarisë. Cili është numri i punëtorëve të cilët qarkullojnë për momentin brenda kompanisë tuaj në të gjithë ato 4 sektorët ose repartet që i kemi biseduar deri tash i veprojnë? Po ti rumbullaksojsh të gjithë 4 sektorët që përmend, shitjen me pakisë, shitjen me shumicë, realizimin e punëve izoluese brenda dhe jashtë, po edhe sektorin e investimeve, ndërtimit të ndërtesave banesore, ne lëvizmi prej 150 deri në 200 persona të punësuar që janë në ombrellën e superkompanisë, varësisht prej volumit të punëve që paraqiten tek ne. Dhe njërën prej veprimtarive që më pak e biseduam për momentin është fakti që ju jeni edhe realizues të punimeve. Çka konkretisht do të thotë kjo? Di pse, po ta parashtoj prej këtu këto pyetje se tash shikuesit vazhdimisht dëgjuan për ato se çka ofrojmë, si menaxhohet puna e kështu me radhë. Mirë, por realizimi i punimeve është një prej sektorëve ku mendoj ka edhe shumë vështirësi në këtë moment, duke lidhur atë që ka mungesë të kuadrëve, dhe nga ana tjetër kërkon profesionalizëm dhe përgjegjësi ndaj klientit. Sigurisht. Ky zinxhir i formuar është mirë i kulluar dhe është funksional, dhe kjo na mundson neve që të përgjigjemi realizimeve të punëve në ndërtesa apo në izolimin e tyre, për shkak se kemi të instaluar edhe sektorin e shiqjes me pakicë, edhe sektorin e shiqjes me shumicë, po realizime dhe investime, dhe kjo mundson
që të krijohet një link i mirëfillt ku do të ketë rrjedha të mira financiare, organizative, ku do të kemi një reputacion të mirë në treg, ku edhe këtë tregkënd është i formuar në nivel qytetit, na mundson që të njohim realizuesit më të mirë dhe kjo e lehtëson organizimin dhe funksionimin e një numri të tillë të punëtorë. Po prapë them, kur reputacioni është i mirë dhe kur premisat janë të mira për një ndërmarrje të caktuar, edhe ne jemi më interesant dhe më tërheqës si për ato që na angazhojnë në investimet e tjera, në realizimin e punëve të tjera, po edhe ne me kuadrin tonë që i realizojmë të njëjtë. Të shkojmë tek vendet ku jeni si realizues dhe të flasim pak më detajisht edhe për këtë sektor dhe pastaj do të flasim edhe për gjërat përfundimtare. Para se të shkuat tek vendet ku do të bëjmë prezantimin e realizimit të punëve izoluese brenda dhe jashtë, do kishte mirë që të bëjmë edhe një prezantim patjetër. Të shohmi lokalet nal ku ne bëjmë një showroom. Kjo pjesë tu do dedikohet për prezantimin e materialeve ne që i ofrojmë, e cila do ta lehtësoj dhe do të mundsoj konsumatorëve tonë ta kenë më të qartë se çka ofron dhe çka shet, cilat veprimtari realizon superkompania në mënyrë vizuale ato të shohim, dhe mendoj se do të jetë një indikator i mirë që ta njohim njëri tjetrin më mirë, ne si shitës dhe tregtar dhe ato si konsumator apo bashkëpunëtor tonë. Do thotë kjo hapësirë këtu do të jetë vetëm për prezantime dhe do të jetë e përshtatur për të bërë një shërbim më të mirë edhe klientëve tuaj, por edhe kompanive me që të bashkëpunoni dhe prodhuesve të produkteve, dhe këtu e shohim, siç thamë, duket që ke kushtuar më shumë vëmendje kësaj depo, për shkak se shohim që edhe zyra këtu po përgatitet që të jetë më unike prej. Personalisht jam i lidhur me këtë vend, nostalgjia nuk mund të shohet, prandaj edhe këtu është munduar që të jenë gjërat në vend maksimumin e mundshëm. Shkojmë tek realizimi, sepse aty kam diçka më interesante për biseduar. Okej. Zoti Kafur, këtu jemi në njërin prej vendeve ku ka objekt që punohet dhe ku superkompani ka dorën e saj në realizim të këtij objekti. Çfarë konkretisht punoni në këtë objekt dhe mund na shëroni edhe më shumë rreth realizimit të punimeve që bën superkompani nëpër objekte? Siç e cekum, si sektor tret në ndërmarrjen tonë, është edhe realizimi i punimeve izolative, qofshin ato të jashtme dhe të mbreshme, siç e shohim në objektin mbrapa nesh. Mund të jap një detaj se ne posedojmë rreth 20.000 m2 skele. Njëkohësisht organizojmë edhe dizajnin e mbrëmshëm dhe të jashtëm me kërkesë të investitorit, se siç do të duket finalizimi i një objekti. Posedojmë strukturë të mirë organizative ku ekzistojnë mbikëqyrës, të cilët i mbikëqirin dhe i organizojnë realizimet e punëve të zanatit, dhe jemi mirë të strukturuar edhe me njerëz të cilët janë realizues të këtyre punëve. Mund të veçoj këtu se zakonisht ne realizojmë objekte pak më voluminoze, objektet më të vogla për hir të së vërtetës i transferojmë tek ekipet me të cilët ne bashkëpunojmë ose i aktivizojmë dhe i angazhojmë ato, për shkak, siç tham, të deficitit punëtorëve dhe mos pasjes mundësisë financiare, krijohet një gap ku ne mund të paraqitemi si realizatori punëve më madhore. Çfarë konkretisht ju ndihmon ose çfarë konkretisht bashkëpunoni? Qoftë ju si kompani ku kontribuoni që mos të ecin punimet tek një investitor i caktuar, por qoftë edhe tek pjesët e tjera. Tek ne, për investitorët është shumë e rëndësishme dhe është pjesë pozitive ajo se tek ne ka një stabilitet financiar, një përqetësi totale dhe një qëndrueshmëri të realizimit të punëve dhe një garancion për kualitetin dhe për realizimin e saj në kohë, duke dhënë garancionin në afate të vjetore. Një pyetje më direkte dhe më konkrete. Pse duhet investitorët e objekteve të mëdha dhe gjithë ato që kanë plante të ndërtojnë, të bëjnë fasada të objekteve, të shtëpive e kështu me radhë, pse duhet ta zgjedhin superkompaninë për të bashkëpunuar? Unë besoj, dhe nga ajo që ne
kemi krijuar, besoj se jo vetëm investitorët cilët realizojnë, por edhe bashkëpunëtorët dhe blerësit, konsumatorët, duhet të bashkëpunojnë me superkompaninë për arsye se këtu gjejnë çmime të volitshme, kualitet të mirë, besueshmëri të lartë, besnikshmëri dhe fisnikshmëri në realizimin e punëve tonë. Pse punëtorët duhet të jenë pjesë e superkompani? Po edhe kjo është një pyetje me vend, punëtorët duhet të jenë pjesë e familjes Superkompani për shkak se aty mund të zhvillohen profesionalisht dhe këtu mund të gjejnë gjitha kushtet e nevojshme cilët janë për një punëtor për të ndjerë veten komod në realizimin e detyrimeve në suazat e kompanisë tonë. Që do të thotë se edhe njëherë them tek ne funksionon bazë principit të meritokracisë dhe principit të drejtësisë. Superkompani është e vendosur mbi dy postulate, punë të ndershme dhe të përpikshme, dhe postulati i dytë është drejtësi në funksionimin tonë brenda ndërmarrjes tonë. Pyetja thjesht e fundit për këtë edicion, do ta quaj kështu. Ku është vizioni për të ardhmen? Vizioni jonë nuk ndalet këtu, përveç këtyre sektorëve cilët i biseduam deri tash, ne do të vazhdojmë të zhvillohemi njëkohësisht në këtë sektor, por do të vazhdojmë edhe të inkuadrohemi në sektorin e prodhimit për këto veprimtari të cilat ne i realizojmë. Por ajo do të jetë në një të ardhme të afërt me angazhimin tonë. Unë të falenderoj shumë për kohën, për mundësinë, për prezantimin kaq fenomenal të kompanisë dhe uroj që të keni shumë sukses dhe besoj që do të kemi edhe në të ardhmen një raport shumë më të afërt duke informuar gjithmonë qytetarët, sektorin e biznesit me cilin ju drejt për drejt bashkëpunoni, por edhe të tjerët rreth zhvillimeve, sepse kur kemi një zhvillim të vazhdueshëm të bizneseve, kemi edhe një shoqëri më të shëndosh, edhe një të ardhmë më të sigurt për të gjithë ne. Edhe unë ju falenderoj sinqerisht për ju që ndatë kohë të jeni sot në pjesë e ditës bashkë me ndërmarrjen tonë, dhe ju falenderoj për zemërsisht për iniciativat cilat i merrni dhe për përkrahjen tuaj ndaj bizneseve shqiptare. Ju falenderoj shumë, ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët. Mos harronit për të gjithat prezantim që e bëm rreth superkompanisë, kompania e cila tashmë jo që mbulon në kryeqytetin me produktet e saj dhe punimet në aspektin e izolimit, fasadave, hidroizolimeve, zbukurimit të objekteve dhe shtëpive tuaja, por që ka një vizion edhe më të largët për të shërbyer sa më shumë qytetarëve të kryeqytetit, por edhe gjithë vendbanimeve në vendin tonë për të pasur shërbime sa më të mira dhe sa më cilësore. Në ora 24.tv dhe business.mk do të shihemi me prezantimin e bizneseve tjera dhe do të punojmë vazhdimisht që të ngrejmë edhe vetdijen e qytetarëve, edhe zhvillimin e biznesit. Bashkë shihemi në emisionin e radhës.